A duhet të ha me lëkurën e pulës? Mjekët japin përgjigjen përfundimtare. Është besuar se lëkura e pulës mund të rrisë nivelin e kolesterolit dhe presionin e gjakut duke rritur rrezikun e sëmundjeve në zemër. Por studimet e kohëve të fundit kanë treguar se këto përfitime nuk janë të vërteta dhe nuk është as pak e nevojshme për të hequr lëkurën e pulës plotësisht nga gatimi kur e hani. Ekspertët e ushqyerjes nga Universiteti i Harvardit konfirmojnë se ngrënia e lëkurës së pulës, veçanërisht në moderim, nuk do të shkaktojë probleme shëndetësore. Plus, lëkura që shumë njerëz kanë shmangur prej dekadash ka disa përfitime. Bëhet gjithmonë për pulat e freskëta të cilat i keni gatuar vetë. Shëndeti i zemrës. Lëkura e pulës përmban yndyrra të ngopura, një lloj yndyre që është e mirë për shëndetin. Gatimi i pulës në një temperaturë të lartë mund ta bëjë ushqimin me më shumë yndyrë, por kur vjen puna te pula, lëkura e kësaj të fundit thith këtë të fundit duke e shndruar në kërc edhe të mbetet më i butë mishi në brendësi të saj.